Jemi në datën 20 mars 2026, në orët e mbrëmjes, në lidhje me studiusin, historianin, pavarësisht se Petro Prodani nuk i pranon gjitha këto përcaktime që unë i bëj. Petro, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Vladimir. Petro, do fillojmë direkt pa humbur kohë. Unë doja që sot diskutonim bashkë, të bënim një bisedë të thjeshtë, të lirë, për sa i përket vështirësisë së komunikimit që kanë njerëz në përgjithësi, por unë them që tek shqiptarët kjo është më e theksuar, në të pranuar në zhvillimin e një dialogu, të një respekti reciprok të mendimeve që mund të jenë alternative, dhe natyrisht duke mos pretenduar asnjëri kundrejt tjetrit që t'ja imponoj patjetër mendimin e tij. Domethënë, unë them që kjo është vështirësia, problemi kryesor që kemi, meqenëse po flasim për Shqipërinë, që kemi ne shqiptarët në përgjithësi. Domethënë, kemi një problem se nuk arrim dot të bisedojmë me njëri tjetrin, që të respektojmë gjën e kundërt, mendimin e kundërt, dhe madje jo të thjesht ta respektojmë, por dhe ta analizojmë në mënyrë racionale, që të kuptojmë pse ky person mendon në këtë mënyrë. Por kemi atë, si thua, anën emotive të përjashtimit. Në momentin që ti takon një shqiptar, Petro, sot, në qoftë se ti je në atë trushpëlarjen që bën regjimi, që këtë asnjë se pranon faktikisht, thonë jo, unë mendoj vetë kështu, unë nuk më ka ndikuar as Sali Berisha, as Edi Rama, as Amerika, as Rusia, unë kështu mendoj, kështu thonë gjithë. Por në momentin kur ti takon këtë kategori të persona që janë shumica në vërtet, nuk bisedon dot, Petro. Edhe në qoftë ulesh për një kafe të thjeshtë, do ngrindesh, o do ngrihesh ti nga tavolina, o do ngrihet ai, do praktikisë tavolina në një mënyrë arrogante në një farë mënyrë. Domethënë, s'bëhet asnjë përpjekje për të pranuar mendimin. Tani problemi është se do ta jap direkt fjalën ty, se tani sigurisht nisemi nga vetja. Dhe mund kujtohet që kur isha në Shqipëri, kur përpiqesha që nga Roma të bëja një iniciativë publike, dhe njerëzit që takoja në Tiranë, në Shqipëri ose në zonën time, llafi parë më thoshin, ty s'të vi njeri nga mbrapa, thoshin. Nuk të vi njeri nga mbrapa. Edhe tani ky person që më thoshte se vjen njëri nga mbrapa, është një person me të cilin unë hyn në shtëpinë e tij, hyn në shtëpinë time dhe them po ti tani pse të vjen nga mbrapa me. Ku thotë ty person, do të ai gjykon që ti je njëri që meriton që të vinë njerëz, që të ndiqen njerëzit ty. Edhe hyn nuk mund të ishte në diskutim sepse është në një të kundërt, për të marrë një shembull, Petra, për shkak kur më thoshin njerëzit që ty s'të ndjek njëri, më shumë e kam bluar në qytetin tim në Gramsh, në 2013, ishte momenti sa po kishte fituar Edi Rama, dhe unë doja që në shesh qytetit, kjo flisja sado personat ishin, se ardhje e Edi Ramës ishte më e rrezikshme se sa ajo e Sali Berishës. Ishin këto fjalë që do të thosha. Një gërësi e njerëzve se ishte entuziazmi i festës, se tjerë ishin festuar, se tani po vinte mrekullia, edhe njerëzit më të afërt të sulmojnë, ty nuk të ndjek njeri, thonë. I thotë po tani s'më ndjek njeri, po unë nuk e ndryshoj thotë mendimin tim. Sepse qëllimi im nuk është të ndjekin njerëzit, që unë t'ju them njerëzve atë që duan ata, dhe fitoj atë konsensusin, nuk duhet ata më ndjekin mua. Jo, këtë jo, sepse këtë e bën qeveria, e bën ai që ka regjimin, ai që ka pushtetin, ç'ta bëj unë. Dhe unë nuk e ndryshoj atë. E atëherë, fajin mos e kërko tek njerëzit, kërkohet e vetja jote. Domethënë gjithmonë thuhet fajin kërkohet e vetja jote. Atëherë çfarë duhet të bëj unë? Duhet të ulem si duhet ta ndryshoj edhe unë atë mendimin tim, meqense tjetri nuk e pranon ose e përjashton direkt atë që mendoj unë duhet të bëhem si ai, dhe të përsëris bëj si papagall atë që thot ai. Mirë po unë Petro nuk e pretendoj që ai të jetë dakord patjetër me mua.
Por këta njerëz e përjashtojnë, nuk është puna se këta nuk janë dakord me ty, këta nuk të dëgjojnë. Ti i dëgjon ata dhe ti nuk dhe i thua që unë nuk jam dakord me të ndër dhe përpiqesh të japish argumentet, kurse ai nuk jep argumente. Kjo pjesë. Dhe kjo pjesë, Petra, për fat keq në Shqipëri është një shumicë dominuese aq e madhe sa është vështirë të ta shkruash në letër, që i numër shumë i madh. Tani, edhe akuzohesh pasaj që ti je ignorant. Ti je ignorant. Domethënë kjo akuzat reciproke. Petro, ç'mendon nga se vjen kjo dhe domethënë nuk po diskutojmë tani nga njerëzit që janë përballë, dy njerëz që janë përballë një tjetrin, cili ka të drejtë dhe cili ka gabim. Sepse secili ka të drejtë në mënyrën e tij. Por si është e mundur që kur dy persona kanë mendime të ndryshme apo të kundërta, në Shqipëri me shqiptarët nuk arrihet të bëjë dialog fare. Më kujtohet ajo e rusëve që u thoshin dikur Bashkimit Sovjetik, që me ju shqiptarët nuk bisedohet, që ose ke parasysh të veprat e nënverë, thoshte me ju shqiptarët nuk flitet. Dhe pastaj justifikohej sepse ju shqiptarët thoshin nuk hani grur, po hani misët, dhe misë kur pjek kërcet, nësa gruri nuk kërcet. Dhe shqiptarët, domethënë, shqiptari nuk ka mendim në vërtet. Ka thjesht emocionin i cili dominon në një moment caktuar dhe ai nuk shef tjetër për asaj. Në thuaj ti tani dhe ta diskutojmë, ta bëjmë këtë bisedë sa më. Të thjesht me një shembull që kemi edhe nga jeta jo. Përshëndetje edhe një herë Vladimir. Unë pjesën më të madhe të jetës time kam jetuar jashtë Shqipërisë. Kështu që kontaktin të drejtë për drejtë me shqiptarët e kam patur jashtë territorit shqiptar. Më ka bërë përshtypje gjithashtu dhe mua fenomeni i mos-tolerantës së mendimit. Dhe po të kthehem mbrapa në fëmërinë time, e kam ndjerë që kur kam qenë fëmijë i vogël që dhe kam parë me sytë e mi, e kam vëzhguar në ambientet ku kam jetuar, që shoqëria shqiptare është një shoqëri e mbyllur dhe shumë konservatore, në kuptimin që nuk e pranon të vërtetën ose ndryshimin e situatave. Dhe parapëlqen konfliktin përpara debatit. Është një smundje shqiptare, smundje ballkanike dhe smundje e shoqërive të pazhvilluara, po e them të Evropës juglindore. Tani është këtë konceptimin shqiptar apo grek apo serb apo kroat dua ta vë në një kontekst më të gjerë, sepse kur themi përdorim këto terma nacionaliste, kemi të bëjmë vetëm me zhvillimet e 200 viteve të fundit apo 150 viteve të fundit. Në kohën e ekzistencës së perandorive nuk ekzistonte ky lloj parafrimi. Perandorit parapëlqenin mendimin dhe mendimi nuk ka nacionalitet, është një gjë më superior. Me një fjalë, kur themi mendimi i vjetër grek, mendimi antik grek, mendimi antik romak, mendimi antik persian, ne nuk e kemi në kokë si dukeshin këta njerëz të gjatë, të shkurtër, të zinj, të bardhë, të verdhë. Ne kemi parasysh ato që kanë mbetur nga ajo periudhë kohore, kemi veprat e tyre, kemi si të thuash të shkruara, kemi punimet artistike e tjera. Pra, ne nuk mund ta përcaktojmë mendimin dhe debatin bazuar në nacionalitet, sepse kemi raste që ata që kanë lindur për shembull në Evropën lindore, kur kanë shkuar në shoqëri që e pranojnë debatin dhe japin atësirë dhe stimulojnë debatin, ata janë bërë pjesë atyre shoqërive dhe kanë netur shumë përpara, me një fjalë. Ka raste shqiptarësh që kur janë ingranuar në shoqëri më të zhvilluara, për shembull kemi rastin e perandorisë otomane që shumë shqiptarë shkuan atje, u bën pjesë e perandorisë otomane dhe arritën në rangje drejtuese që drejtuan fuqi të mëdha, fuqi si perandoria otomane.
Por edhe mua më bën përshtypje, jam plotësisht dakord, dhe një pjesë të fajit, jo pjesë, po të përgjegjësisë, javë sistemi që u ndërtua në Shqipëri, që në kohën e Zogut vazhdoi me diktaturën monopartiake, dhe sot e kësaj dite, gjë në momentin që ne flasim, në Shqipëri ka një diktaturë më tolerante, por përsëri diktatura e një personi të vetëm ose mendimi i një personi të vetëm, kuptohet, me prapavi dhe mbrojtje politike nga tuajt ose nga fuqitë. Ekziston. Për shembull, Edi Rama sot nuk ka nevojë të marrë mendimin e dikujt tjetër, ai bën si të dojë. Ka fuqinë të bëjë si të dojë, sepse ka mbështetje nga tuaj. Dhe ky është fenomen shqiptar, dhe reagimi i pjesës që është kundër, të themi, partisë në pushtet apo personit në pushtet, nuk gjen formën e dur të krijimit të një debati gjithëpërfshirës, ku njerëzit, pavarësisht pozicionit, si të thuash, të kthyen në një debat për të mirën e vendit dhe të përpiqen që nëpërmjet logjikës normale, logjikës progresive, të zgjidhin problemet. Dhe këtu ku jetoj unë momentanisht në ka fenomene të tilla, ka fenomene ekstreme që janë shumë të ngjashme me mentalitetin shqiptar, por gjithsesi ka një shtresë të inteligjencës të vendit që promovon dhe sponsorizon debatin në një nivel shumë më të lartë se debatet apo problemet që trajtohen në Shqipëri. Ju në Itali mund të keni akoma më shumë situata të tilla, sepse në Itali jeton një pjesë shumë e madhe e emigrantëve prej 30 vjetësh. Unë për mendimin tim mendoj se ky lloj si të thuash sjellje e mendimit shqiptar lidhet me një të kaluar, dhe ne sa është na është mësuar për shembull në veri të Shqipërisë, debati anashkaloi në emër të kanunit të Lek Dukagjinit. Pra, kishte thënë Lek Dukagjini, ishte ligji dhe aty nuk pranoheshe me ndonjë mendim tjetër, e kishte thënë Lek Dukagjini. Këto janë zhvillime primitive që kanë ekzistuar për një kohë të gjatë, bile deri në kohët sotme moderne mund të jenë prezente në Shqipëri. E fundit ku dua ta mbyll, shoqëritë e zhvilluara historikisht e kanë shprehur pranimin e debatit dhe inkurajimin e debatit nëpërmjet krijimit të shkrimit. Pra, shoqëritë të cilat kanë filluar të debatojnë në mënyrë serioze, e kanë vrarë mendjen dhe kanë krijuar alfabetin dhe kanë krijuar shkrimin. Për mendimin tim, ajo është ndarja midis prallës dhe të vërtetës. Dhe kur e vërteta fillon të diskutohet, aty kemi zhvillim të vërtetës shoqëror. Dhe më merr mendja që personat që janë më pak tolerantë në diskutime janë dhe ata më pak të edukuar dhe të erdhur në kontakt me një hapësirë më të zhvilluar, më të emancipuar. Ky është mendimi tim. Pra, dallimin midis shoqërive unë e vë në momentin që ato shoqëri filluan ta shkruajnë mendimin e tyre. Pedro, tani është normale që mendimet evolojnë dhe në mënyrë natyrale shumë herë me fjalë shndrohen dhe në të kundërta, pse një evolim me fjalë që dhe ne vetë, gjëra që dikur i kemi menduar në një mënyrë, pastaj kalojnë një periudhë i mendon në një formë që duket e kundërta asaj, ndoshta rikthehesh përsëri tek mendimi i parë, mund të hysh në një lloj, si thua, procesi ciklik. Është normale. Është një dialektik që mendimi e ndjek. Problemi është që mund të them që tek neve, tek shqiptarët, shqiptarët janë bipolarë, janë borderline, në kuptimin jo se ata kanë elaboruar një mendim të tyre dhe kanë arritur një konkluzion të tillë, por domethënë ata që janë të mbytur nga thjesht nga ana emocionale. Ana emocionale gjithmonë irracionale, pa studiuar. Domethënë, komunizmi ishte gjëja më e keqe.
e thonë, tani kanë arritur, më thënë, nga dhe emotive. Dikur, nëse nuk thoshje që komunizmi është rendi më i përparuar politik shoqëror, Hajburg, po nga këta njerëz, dhe po këta të ndëshkoni. Nëse dikur ti thoshje Amerika, Izraeli, janë vende të cilat ku duhet ne t'i marrim si shembull frymëzimi për të organizuar dhe ne si ata, t'jeti mirë se si ishe mendimi njerëzve. Në ana emocionale njerëzve ishe që po të përdorje përmendje fjalë në Izrael dhe Amerikë të ndëshkonin, e nuk mundet jo pse ishe regjimi, por të vëdhën me njeriun e parë që ti takoje, nuk është se e bënte për frik patjetër sepse s'mund të fliste, jo e bënte sepse ana emocionale ti shpërthente në atë drejtim. Po këta njerëz, ana emocionale të ju postun polin tjetër. Është tamam si sjellja borderline e njeriu të smur, Petra. Domethënë kur unë them që njerëzit kanë nevojë në Shqipëri e Kosovë për një kontroll psikiatrik, u thënë dhe psikiatrit që kanë më të përgatitur do të çuditeshin kur i njëjti person në mënyrë emotive të fortë të ashpër thotë rrok komunizmi dhe një mënyrë përsëri shumë të ashpër emotive poshtë komunizmin, të dy rastet e ndëshkon atë që thotë kundër. Domethënë nuk është se ai është i lidhur me mendimin e tij, por më shumë me ndëshkimin e atij që s'mendon si ai, e atij që nuk i shkon brapa emocioneve të tij. Do të them një shembull. Kur ka qenë problemi Petër nuk është se ne flasim bashkë, ne për shembull arrim bisedojmë shumë mirë bashkë. Por jo se dikush ka thënë ty që të mendosh si unë dhe unë, kjo është një rastësi në vërtet. Është një rastësi që do ne arrim të dialogojmë, u them gjithë të botë, ka njerëz dhe të arrim gjen atë që duhet gjuhë përbashkët. Dhe bisedojmë pa problem fare. Shumë gjëra për shembull që kemi biseduar, nuk i kam menduar 100% si ti, po përsëri me fjalë gjejmë ato evolucione e përbashkët pak për të biseduar. Kur që rasti pandemisë, Petra, para se në marsin 2020-ës, shkurti marsin 2020-ës, unë vetë kisha mendimin se ishim kuriozë të kuptojmë çfarë po ndodhte. Kurioze dhe të marrë një përgjegjësi në fund fare, sepse po ndodh diçka në këtë botë, në të cilën ti bën pjesë në këtë botë, nuk është se je jashtë. Dhe gjithë secili prej nesh në një farë mënyrë duhet ta marrë një pozicion me një lloj përgjegjësie për të mbrojtur interesin e tij. Jam shumë dakord. Do pozicionohet në mbrojtje të interesit. Dhe shumë herë neve kemi atë shprehjen moraliste vjetër që unë nuk e bëj për interes, thotë. Unë thotë shkoj thotë brapa kësaj partie, unë se bëj për interesin tim personal. Në të vërtetë ti do ta bësh për interesin tënd personal, sepse bashkohet interesi jot me atë që kërkon. Dhe më kujtohet Petër, kur shpërtheu pandemia, në kokën time u zhvillua në mënyrë spontane mendimi që shkenca ka avancuar dhe shpresojmë që të bëhet vaksina. Që të zgjidhet ky problem me shkencën. Tani jemi në një zhvillim kaq të madh shkenca dhe tani pas kemi frikë nga kjo pandemi, ku shkenca ka që bëj shumë, ky ka qenë mendimi i parë që unë kam patur në kokë. Edhe mendo që sido që të jetë jam shumë interesuar për të lexuar, për të mësuar, për të parë gjëra të tjera dhe pash një pandemi të mbarshme 2009-s, e cila nuk e zaptoi Europën, nuk u mbyllën njerëzit në Europë në 2009, edhe ishte kësaj virusit të derrit. Dhe aty pash pasaj se si Berlusconi kishte shkatëruar miliona vaksina, të cilët i kishin blerë shteti italian, qeveria italiane po i kishte shkatëruar sepse kishte probleme në injektimin që bën njerëzve për efektet negative anësore që mund të shkatërrojnë njerëzit. Aty pasaj bëra pikë pyetjen në veten time. Tash prit, vërtet ne duam që kjo situatë e vështirë të zgjidhet, po a është vaksina vërtet kjo si thua zgjidhje? Dhe e dim vetë pastaj se si e kemi zhvilluar ato në mënyrë shumë koherente, natyrisht jemi pozicionuar. Te ke parasysh unë Orsi tjetër ose Zexhiu e tjerë,
u aktivizua policia antiterrore kundër nesh, sikur ne prapnim panik dhe informacione të shtrembruara në fushën e mjekësisë, e kujtun atje. Tani, ku do ta them? Në bisedat që kishim me njerëzit, me shqiptarët këtu, takoheshim, po dhe me italian po më shumë ne takohemi me ditë, normalisht, me shqiptarët. Edhe vetëm se ti kishe marrë pozicionin kundër vaksinimit, të masakronin gjatë bisedave. Në ishe pa mundur të bisedoje, po jo me 1, 2, 3, 4, po dhe me ata njerëz që ti kishe patur një raport shumë mirë. Kujtohet bisedat telefonike që bëja me njerëz që kishe patur shumë afër, dhe më bënte pyetje, "Lati, po ti e ke bërë vaksinën?" Jo. Ashtu po, jo, falë se nuk kam punë, po i kam se po më thërresin. Më ndonë të ta mbyllte direkt të përjashtonte ty për të gjë që ti kishe bërë. Dakord, ti beson në thonjzat e shkenca, bëj vaksina, nuk ka problem. Të njëjtin persona tani, Petra, kanë shtuar efektin borderline, kanë kaluar në anën tjetër emotive, që sipas atëherë këtyre që kanë bërë vaksinat, i takon dhe thot, unë jam smurmë dhe më gishtin, thot, a i ka vrarë gishtin, ja ka dhënë derë. Edhe duke mbyllë derën, ju vrej i pritet gishti. Në po s'ka gjë, për çfarë po e mbylla? Jo, e kam nga vaksina. Po ti më dha shtire ka vaksina i tuti me derën, ta zuri dera gishtit. Jo, jam i sigurt, do thot, i pindur nga vaksina. Kalojmë bindjen, ky që ishte për vaksinën, armiku i vaksinës u bë miku, ishte miku i vaksinës, u bë miku më i madh. Po. Më thot dikush, Petra më tha, unë ishe pak i ftofur i ditë, tash nuk e di, kam pësur i ftofje, dhe ky grup njerëzish, më thot njëri nga ta, të thosha në 2020, të thosha 2021, mos e bë vaksinën, por ti nuk më dëgjove mua, ja ku ke përfunduar tani, se ke bërë vaksinën. E kuptoni këta, edhe, them, nga s'te vjen kjo, Petra, sepse ne me italianë, si do që tjetë, Petra, unë i krahasoj të dy, unë njerë shqiptarët i kam ndihmuar, Petra. Në kuptimin, ka qenë shoqata jonë shumë aktive, i kemi zgjidhur probleme vërtet shumë të vështira, ka thënë dhe falenderoj, por kur hyn puna pas për këto biseda, je armik dhe nuk bisedon dot. Është e pamundur. Hapeshin muhabet për Skënderbeut, për Nën Terezën, po jo pas e për Greqinë e për Kosovën, aty është me fjalë herezi kjo, thuhet për shkak Kosova Serbi. Është herezi, po pse? Për sa 6 milion serbe thonë që Kosova është Serbi. Po e thonë shqiptar, kush është problemi? Ti që ka kaq shumë. Ose thua që gjenocidi i Çamve nuk ka ekzistuar, kanë ekzistuar krime, por ka ekzistuar një lloj hakmarrje mbi shqiptarët që i kanë bërë rezistencë qeverisë greke për të dorëzuar ato pronat e tepërta gjatë reformës, kanë bërë rezistencë, ose kur janë bashkuar me italianët dhe me gjermanët kundër grekëve për t'i vrarë grekëve, ju e lira dhe grekëve pas e këtu hakmarrë, që hakmarrje në fund fundit, sepse nuk u sulmove thjesht se je shqiptar, por sepse ishe shqiptar i klasifikuar për një krim që kishe bërë. Është herezi. Ka ti nuk je shqiptar, ti si je grek. Pra Petër ta lë fjalën ty, po domethënë neve nuk ishim shqiptar kur ishim kundër Amerikës. I thoshte unë jam kundër imperializmit amerikan, se kështu na mësuan në libra, në shkolla e tjera. Dhe më falë, domethënë kishim po ashtu në heshtje neve thoshim që Amerika është e mirë, se thash të kundërtën. Në vitet 80 po them filluam ne të flisnim që Amerika, sidoqoftë nuk është ajo që ne mendojmë, ka dhe gjëra shumë të mira. Ti nuk je shqiptar. Një shqiptar i vërtet është anti-imperialist, bashkohet me Palestinën, bashkohet me Vietnamin, me popujt në Iran që luftojnë kundër imperializmit, ti je tradhtar i dhëut si shqiptar. Kaluan vite, po përsëri e njëjta gjë në drejtimin e kundërt. Tani thua jam kundër Izraelit, ashtu siç ishit juve para 30 vjetëve. Ata që ishin kundër atëherë na thonë neve, juve thonë pse jeni kundër Amerikës, po ti ishe kundër Amerikës. Ti ishe domethënë ishe kundër Amerikës në atë kohë. Tani ndryshojnë dhe jemi përsëri në gjyqin e madh, që ti si je shqiptar i vërtet. Pra ti si je shqiptar i vërtet, as kur je
me Amerikën kur gjithë janë kundër Amerikës, dhe as kur je kundër Amerikës, kur gjithë janë me Amerikën. Ti, në të dy rastet janë dy të kundërta ekstreme, ti si je shqiptar i vërtet, s'ke gjak shqiptar e ti, por je shqiptarës. Fjala, vazhdoj Petra. Ata një shembull. Vladimir, është një fenomen që mungesa e identitetit është një identitet në vetvete. Pra, kjo nuk është thjesht fenomen shqiptar, pavarësisht se në shqiptarët është shumë i dukshme, edhe plotësisht dakord bie, domethënë me këto që ju thotë. Mungesa e identitetit krijon raste ekstreme dhe njerëzit me mungesë identiteti shkojnë në drejtim të reatit ekonomik ose të interesave ekonomike. Dhe pak a shumë kjo ka ndodhur me shqiptarët gjatë këtyre 30 viteve të fundit. Me një fjalë, ata persona që njëherë një kohë ishin antar të nomenklaturave qeverisë, përsëri janë shumë prej tyre, pasardhësit e tyre janë në pushtet, kanë krijuar lidhje ekonomike, politike, pasurore, dhe kanë ndruar flamurin ashtu siç ju e përshkruat shumë qartë. Megjithatë, unë e kam vënë re dhe në Greqi këtë fenomen, unë e kam vënë re dhe në Kanada, ku kam jetuar për shumë vite, që ky fenomen ndodh. Përse ndodh më shumë në Shqipëri, unë përsëri them që është mungesa e theksuar e identitetit bazë dhe pikërisht aty duhet vihet një, si thua, një theks i madh dhe klasa intelektuale shqiptare duhet të fillojë të investojë në edukimin e brezit të ri. Nëse brezi i ri nuk edukohet, atëherë ne kemi raste të identitetit fluid. Dhe ky ka ndodhur. Tani, me që ju përmendët pak a shumë dhe me që jemi në një luftë të madhe midis dy sistemeve, sistemi që sot kontrollon botën dhe sistemi që po e kundërshton kontrollin e botës nga fuqitë perëndimore, ne mund të përpiqemi të kuptojmë pse perëndimi që unë me që kemi të bëjmë me luftën Amerikë, Izrael, Iran, unë po përpiqem ta përqendroj diskutimin ose mendimin tim në këto tre shtete. Dhe për ta bërë më të qartë atë që dua të them, unë do të ndaj një material të vogël Vladimir, e shikoni? Ja, sa të hapet, po, harta. Është një hartë. Po. Pra, ne këtu kemi Iranin, po. Kemi pjesën tjetër Arabinë Saudite, Kuvajtin, Omanin. Pra, gjithë kjo zona këtu është në kontrollin amerikan, pjesa tjetër nuk është në kontrollin amerikan, duke filluar me Irakun, me Iranin. Por, qëllimi i kësaj harte është që unë dua të tregoj diçka këtu. Dua të tregoj shtetin e Izraelit dhe dua ta vendos ballë për ballë me shtetin e Iranit. Tani, në artë, këto duken në një artë që kemi të varur në mur, madhësia e shtetit nuk është ajo që është në të vërtetë, sepse ju e kuptoni shumë mirë, domethënë pse ndodh ky fenomen. Pra, pak a shumë madhësia tokësore ose sipërfaqësore është kaq. Domethënë, po të shikojmë Izraelin është shumë herë më i vogël, diun 20-30 herë më. Do të duket si një elefant me një miz. Po. Tani, përse një shtet kaq i vogël si Izraeli ka krijuar një propagandë aq të sofistikuar dhe aq rezultative sa shqiptarët, ja po vë dhe Shqipërinë, po e bë Albania për të po e vë Albanian, po e marr Alban, po e vë këtu, pak a shumë Albania, Shqipëria me fjalë është sa Izraeli në shtrirje. Tani, përse ndodh që Izraeli merr me vete mbështetjen e Francës, të Gjermanisë, të gjitha këtyre vendeve dhe
bëhet dominuese në politikën botërore. Unë këtë do ta vë në investimin e madh që këta njerëz që ndërtuan Izraelin i dhanë propagandës. Dhe propaganda duhet jetë shumë koncize, shumë e planifikuar, shumë e investuar dhe e shtrirë në kohë. Dhe po të shikojmë propagandën izraelite, qoftë kjo zioniste, qoftë jo zioniste, origjina e saj shkon shumë shekuj mbrapa në kohë. Aty në Rom ku ju jetoni, unë kam patur rastin të shikoj pranë Kolosseum, arkun e nuk më kujtohet emri, si e kishte ai perandori që mundi hebrejt që prishi tempullin hebrej dhe me floririn dhe me ato gjërat e shtrenjta dhe me vlerë që morën nga Jerusalemi, ndërtuan përfundimisht Kolosseum. Pra me ato që vodhen dhe që ndërtuan, dhe aty është një skulpturi që tregon si ushtarët Titius, ma merr mendja perandori, arku i Titius. Tregon se si Kolosseum u ndërtua me gjërat me vlerë, me floririn, me diamante që solën nga Izraeli. Pra, për 2000 vjet izraelitët ose hebrejtë janë përpjekur të krijojnë një propagandë, të krijojnë një edukim për t'i shërbyer qëllimit të tyre ekzistencial. Dhe duke mbyllur, unë po them eksperiencën time që unë kisha në Kanada. Duke hyrë në kontakt me disa pjesëtar të komunitetit hebre, unë kam vënë re se aty ekziston një mosmarrëveshje e madhe midis grupeve. Ata nuk janë, si të thuash, të njëjtës ngjyrë, të njëjtit qëndrim politik, të njëjtit objektiv. Dhe zërat më anti-izraelit ekzistojnë brenda komuniteteve të tyre. Por dua të them që kur vinte puna për të mbrojtur një të përgjithshme, ata pak a shumë bashkoheshin, dhe këtë unë e vë në aftësinë që ata kanë për të menduar, për të pranuar mendimin ndryshe. Pra, për të toleruar njërën palë apo tjetrën, pavarësisht nuk po mbroj krimet e Izraelit. Izraeli ka bërë krime dhe për ato duhet të përgjigjet, ashtu siç kanë bërë edhe palët e tjera përkundrejt Izraelit. Prandaj ne kërkojmë dialog dhe kërkojmë që e drejta të triumfojë. Pra, dhe në Shqipëri dhe në Ballkan, mendoj se rasti i inteligjencës hebre është një rast i mirë për të studiuar, sepse tregon se kur njerëzit diskutojnë, hyjnë në diskutim dhe përcaktojnë objektivat final dhe në të rëndësishëm për ekzistencën e grupit të tyre ekonomik, politik, etnik, nacional e tjera, është debati dhe pranimi i mendimit ndryshe. Kështu e shikoj dhe kështu e vlerësoj unë epërsinë e Izraelit mbi Iranin. Nuk e vlerësoj me armë, sepse Izraeli është një shtet i armatosur nga shumë fuqi evropiane, dhe Amerika dhe Evropa natyrisht do të jetë shumë i fuqishëm ushtarakisht, por epërsia qëndron në përgatitjen e popullatave të tyre për të pranuar një diskutim, për të krijuar një shoqëri më efikase se shoqëritë e tjera që i rrethojnë rreth e rrotullt. Përndryshe, po të shikojmë madhësinë toksore dhe numrin e popullatave që kanë rrethuar rreth e rrotullt Izraelin, Izraeli është një pikë uje në një pishin të madh, me fjalë, po të quaj lindjen e mesme dhe lindjen e largët pishin. Ky është mendimi im. Debati, pranimi kulturës dhe pranimi mendimit ndryshe është veprimi më pozitiv dhe një drejtim të cilin duhet ta konsiderojnë jo vetëm, domethënë, qytetarët e thjeshtë shqiptar, jo vetëm shqiptarët e thjeshtë, por dhe klasat drejtuese intelektuale, politike, ekonomike, të cilat sot kanë fuqi, nuk janë ato që siç u thotë në kohën e Enverit. Unë po e mbyll këtë tash
Po, Petro. Petro, unë them pastaj paralelisht me këtë, si thuash, luftën që natyrisht kjo është edhe e drejtuar, nuk është aq spontane sa njerëzit vetë orientohen në këtë lloj konflikti, në këtë lloj raporti antagonist për mos u zhvilluar dialogu midis alternativave, si thotë, diskuta me alternativa nuk kuptoj pa PDPS-n, sepse kjo ndarje në PDPS është një ndarje thjesht mekanike, se të njëjtët persona, si mund dallohet një i Partisë Demokratike nga një Parti Socialiste e Shqipërisë, ma thuaj. Domethënë s'ka një, nuk është se ka një origjinë historike ajo dhe siç ka po themi fashizmi e komunizmin në vendet e tjera të Europës, që kanë një histori që më të gjatë. Këtu brenda një dite u ndan në dy kampe si një ndeshje futbolli Roma me Lazio, që themon Tirana me Partizanin, është e njëjta ndarje. Problemi është që paralelisht me këtë, Petro, që mos zhvillohet kjo, është zhvilluar fryma kaotike. Do thënë çoroditja, që njerëzit të jenë pesimist, pafuqishëm, të ndjenë pafuqishëm për të mësuar të vërtetën. Do thënë njerëzit janë fatalist një farë mënyre. Kur ti i thua, i flet për ekonominë, i flet për krizën, i flet për financën, ata nuk e kanë atë kulturën e nevojshme në shumica. Dhe fillon dhe kjo pasaj, hapet kjo teza e madhe që ne na drejtojnë ignorantët. Na drejtojnë njerëzit pa shkollë, sepse fëmia im thotë ai ishte i pari klasës, po ai tjetri ishte bankën e fundit, pa ju bë ministër, fëmia im nuk ka punë. Fillon kjo diskutimi që përsëri këtu është një luftë kaotike midis njerëzve, që kjo e problem që ka sistemi të personalizohet tek njerëzit. Domethënë, Shqipëria ka probleme sepse është faji pse doli Sali Berisha në ndëjtën, po të dali tjetër do ishte kështu. Po të kishte dalë Edi Rama, që unë them e njëjta gjë, Petra. Lufta e dytë botërore do bëj edhe pa Hitlerin dhe pa Mussolini. Është një gjë tjetër më e madhe që se sa vetë njerëzit, që përcakton dhe gjen njerëzit që duhet. Po. Domethënë, kjo tani, ky lloj fryme kaotike në Shqipëri gjen shumë vend. Për shembull, në rast se në Itali ose Kanada, ku ke qenë ti, këtu nuk intereson Petra që të bëjnë llogarinë tani se sa ka kushtuar një hekurudha, u bë metroja këtu në Rom, nuk kam dyrë italianët që të thonë kjo këtu ka kushtuar 5 milion me kilometri, pa e fuskotë, nësa ati në Zvicër e bëjnë me më pak, po këtu vidhet, po këtu kështu, edhe këtu thonë vidhet, po nuk hynë në këto kontabiliteti. Nësa shqiptarët, ka hyrë janë bërë specialistë të gjithë se sa duhet kushtoj 1 metër rrugë. Si ka hetur qimento aty, gjithë kontrolus teknik, gjithë inxhinier, gjithë doktor, gjithë inxhinier, gjithë mjekët, gjyqtarë, prokurore, kujtu një kanë gjithë karakteristika, që janë poliprofesionistë. Din gjithë shka. Din gjithë shka sepse në din asgjë, vërtet. Dhe, atë shytur kjo, tamam teori e kaosit. Atëherë, si ti bëjmë tani, i vendosim dy pole të kundërta, pole të cilat ta nga emocionale i ndryshojnë letësisht, i ndërojnë portat si ndërojnë i ndeshje futbolli. Edhe, për t'i mbajtur tani të lidhur, i zbavisim, ajo teoria e zbavitjes. Grekët dikur, Petër, në Athinën, me këto që lexojmë paktën, dikur ajo shoqëria atheneze e Athinës ishte shoqëri e gjallë, si thuaç, e dialogut, e diskutimeve, e popullit që merrte, që mbillej me fjalë dhe dëgjonte, qoftë dhe sofistët dhe filozofët e tjerë, i dëgjonte të gjithë. Edhe aty, për shembull, nëse marrim një shembull, këto maestrot ndërtonin ato shfaqjet, po i quajmë teatrale apo të ndryshme, spektakle të ndryshme, mbi poemat epike të Homerit, të Iliadës. Por nuk e bënin thjesht për zbavitur popullin, nuk kishin qëllimin e tyre të zbavisin që t'i udhtojnë. Por donin që përmjet saj
pavarësisht nga mendimet e ndryshme, po të njerëzit të edukoj kuraje, të edukoj një lloj besnikërie, të edukojnë disa virtyte tek njerëzit. Dhe sa sot Petra, ose në përgjithësi që është bërë në Shqipëri, po dhe kone në vejtë e njëjta gjë. Domethënë, krijohen këto mendimet alternative, por që janë të përcipta, të pastudjuara, që t'jenë sa më të thjeshta, që njerëzit kalojnë ato arsyetimet simpliciste, në ato të thjeshta fare, dhe për të zbavitur tani, se do takohesh, do bisedosh herë, edhe kur takohen njerëzit në për shpira, në për lokale, në për vende publike, do bisedojnë diçka. 98% do merren me sa që theme. Sepse nuk janë gjendje që të bëjmë biseda të tjera. Ja filani ka bërë lek, ky tjetri ka bërë makinë e bukur, ai tjetri bleu 2 shtëpia, mund të kishte bërë edhe shtëpinë e tretë. Është një shqiptar këtu në Rom, që sa i takoj Petra, ma bën kokën kaq, me teorinë thotë, ble shtëpinë e parë, dhe shtëpinë e dytë, dhe blerën dytën se dytën e paguan Qiraxhiu. Do e ka ndërtuar këtë teori ai, dhe gjithkohë vetëm se thotë, shtëpinë e dytë e paguan Qiraxhiu, thotë. Do më ka ndërtuar të ekonominë. Ka gjetur ligjet ekonomike, edhe i ka zbuluar, thotë, aplikoj. Edhe këto janë tipike tani në Shqipëri, për çon vallja popullore. Është e stilit Bektaçian për ta vëshë. Mblidhen ka humbur ajo vallja që kishim ne kur ishim në shkollë. Fuqinë e kanë të rinjt, fuqinë e kanë të rejat, fuqinë e kanë burrat, fuqinë e kanë vajzat. Kështu thoshim atë, thoshim fuqinë, apo radhën, nuk di që thoshim fuqinë. Përdoj fjala fuqia. Domethënë, edhe çfarë bën në momentin që fillonte muzika, shpërthenin gjithë me vrap, ja kishin vënë syrin që përpara kë vajzë do merrnin, se ishin burrat që shkonin akatsha në gjuhën tim. Goca duhet priste, dhe goca tani kur niseshin ty, thoshte inshallah mbi ky se vjen ai shëmtuari. E kupton? Kur pa ai shëmtuari vrapon më shpejt, ai kapte, e bllokon aty, e kupton? E kapi vallëzimin ai. Po si do që të jetë ai shëmtuari në fund ai dashuron, ka ndjenjë ai. Tani ai tjetri pret me shpresë të mbarojë ky. Kurse tani nuk ekzistojnë më vallet djalë vajzë kështu, po thuaj se hiç. Mbyllen të gjithë, kërcimi është i njëjtë, Petra. Është një lloj rriti që gjithë rreth qendrës, rrethit, vrapojnë vrap tu me një muzikë të lartë që ti nuk arrin dot të bisedosh fare me një tjetrin. Edhe ku qendra e rrethit është e barazlarguar për gjithë secilit, gjithë do tregojnë se njëri është më kërcimtar se tjetri, por gjithë janë të barazlarguar nga qendra, janë gjithë barabartë dhe janë gjithë një asgjë, që s'vlen asgjë. Petra, kjo lloj ose pastaj mos flasim për emisionet e tjera, jo Big Brother, kujtune, çdo gjë që bëhet, Petra, bëhet me këtë gjë. Njëri që të zbavisi njerëzit, që njerëzve anën logjike, anën racionale t'ja ufshin komplet. Dhe të merren vetëm me këtë anën instinktive, irracionale, të anën emotive, ti je komunist, memoria shumë e shkurtër, ata harrojnë se çfarë kanë thënë para jave, njerëzit, dhe të thonë tani një gjë që, domethënë, ai ta ka thënë para jave, po thotë të kundërtën tani, sepse ka harruar. E tjetër është ky kaos, Petra, që kjo e shkatron sepse është ajo që thotë ti që mungon identiteti vetë. Dorma apo s'duam është fjala identiteti, këta identitetin kulturor, identitetin njerëzor, i cili nuk lidhet thjesht me anën morfologjike, që i gjatë, i shkurtër, i tiparet e jashtme, apo dhe ana zanore, po themi, ana e të folurit, tingujt që t'i lëshon, ato përsëri nuk janë identiteti i vërtet, që është gjua, që këta, dhe jemi i vetmi, Petra, nuk ka vend në botë që të thotë gjua jonë sa e mirë, sa kështu e kujtu, se gjua jonë është gjua me e mirë, gjua jonë, ne shqiptarë të mësojmë letë gjua të huaj, se ne kemi 36 gërma, ndërsa ju keni 21, i thonë italianëve, grindem me këtë tani, se ju e keni të pazhvilluar ne, ndërkohë që fjalori gjuhë shqipe ka arritën i bën me zia pënja 20.000, këta kanë 80.000 fjallë. Po jo, neve, me disa gërma kemi ne 36 gërma, 36 gërma ne. Ose
I pyet këtu shqiptarët, ku punon fëmia mbasi ka mbaruar shkollën, ka mbaruar këtë shkollë, ka bërë këtë, ka bërë ato, smarojnë ato shkollat që kanë bërë, gjithë janë bërë shkencëtarë, po ti pyet çdo shqiptar dhe këtu në Rom, fëmia im inxhinier, ky është mjek, ky është kështu, ky është ashtu, pastaj kur është shef, punon punë ndërtimi, nuk po e shajm se punë ndërtimi, po pse kjo fryrje? Tani. Edhe kur gjen punë pasaj Petra, i thotë, a ka gjetur punë fëmia? Ka gjetur punë, thot, në një bank, në një ndërmarrje, thot, po në një ndërmarrje të madhe. Nuk e di ai thoshin Kanada shqiptar. Ai ka për turp që të punojnë në një ndërmarrje të vogël. Domethënë nuk thotë se sa mbrojnë drejtat e punës që punon, sa paguhet, ai paguhen gjithë kontributet e kujtun e tjerë, gjithë ai plotësohen gjithë drejtat sipas statutit të punës, të kontratës nacionale të punës, por ajo fëmia im punon në ndërmarrje jo kështu do si doshin. Pa pyetur fare një panjor një autobus në Gramsh, Petra, ishte fatorino e autobusit, edhe do të më hyp muhabet, sa çfarë ka ky, do të më tregu për fëmijët e tij. Ti ku je tha në Rom, pas e kishte dëgjuar për mua, po. Fëmijët e imi janë Milano. Djalli im ka një biznes, ka një ndërmarrje punëtorësh me 30 punëtorë. Kurse goca ime ka një ndërmarrje pasimi me janë 15 punëtorë dhe ajo. Si s'pa një njeri, do të gjithë shqiptarët, gjithë biznesmen, gjithë në majë dhe të pasurve, kur vim puna pasaj jemi të fundit do Petra. E realiteti. I mburemi njëri tjetrit, kompeticion me këtë gara për njëri tjetrit se ne nuk ecim nga që jam pa shkollë, ke këta të rinj tani që bëjmë me politika, do bëj forumin e intelektualëve, do një intelektual shqiptar, se prej ka mendur dhomë nga budalliqe Petra. Në fillim mendoja se Recep Bejdani, Skënderij Gjinushi, në një tanë teka, ku një njërë ishë inxhinjeri, një shirkte dhe këta me qënë se kanë të profesion dha, ta janë edhe që drejtojnë shtetin aqë mirë që popullit të jetojnë me sprorit, që s'do thotë gjitharë. Ato janë çështje zgjedhjeje. Ti për politikën e parë do të kesh kurajën, zgjidhësh një pozicion i cili ti e beson, qofse ti vërtet shfutesh nga interesi jot personal, do me bëj gjëra që më të mëdha, që mbron interesin e një pjesë të madhe njerëzve. Ajo është kurajë. Ajo është kurajë, nuk është se çfarë note ke marrë fizik ti, çfarë note ke marrë gjeografi e histori. As ka lidhje fare me notën. Ajo është që unë do mbroj shqiptarët, që shqiptarët mos i bidhet nafta. Shumë e thjeshtë. Mos i bidhet kromi. Që shqiptarët mos ju vidhen eurot e dollarat që çojnë ti në Shqipëri. Domethënë kjo është zgjedhja. Kjo nuk ka të bëj vere Recep Bejdanin ti, që kam pat profesor, kam bajt në universitet dhe unë kujtoj ata shumë hyrë se me syza dhe quaj sepse çu kemi menduar vetë. Një njeri që shikmi shkujdes, ai s'është gjë ai. Ky është ai që i pari që në vend të koronte atë posturën që kishte patur president. Që kishte patur në zonë se kujtuan atje dhe student, e kishin mbajtur në universitet, punë dekoron për punë që po bën me migrant, e dekoruar George Soros. Presidenti Recep Bejdani dha dekorata të mëdha George Sorosit për shoqatën e madhe atë që po ndihmon Shqipërinë, etj. Nëse ta shumë unë ndërprem. Ju përmendet historinë e Greqisë lashtë. Një gjë dua të them këtu që në Greqinë e lashtë korrupsioni dënohej shumë rënd, sidomos korrupsioni abuzimi me paranë publike. Pra, në Athinë nëse një zyrtar kapesh duke shpërdoruar, duke vjedhur apo duke shpërndar padrejtisht pasurinë e qytetit, ai dënohej shumë ashpër, jo vetëm në mënyrë, si të themi, financiare, me gjobë, por me burg, me largim nga qyteti, domethënë merreshe e drejta për të jetuar në Athinë, largoheshe nga Athina, kuptohet që pasuria që kishte vënë sekuestroheshe në moment, dhe për raste që e kalonin një të caktuar, dënoheshe me vdekje. Pra, ai lloj civilizimi, qytet-shteti, për shembull, po të marrim rastin e Athinës, u mbajt për kaq shekuj nëpërmjet rregullave totale të kontrollit të pasurisë publike. Me tenden mund të bësh çfarë duash, por me pasurinë publike asnjëri nuk mund të lodh. Ky është mesazhi që ata
ja transmetuan nga breza në breza. Sot gjërat kanë ndryshuar totalisht. Për shembull, ti mund t'i marrësh lekat e tua pavarësisht i ke marrë, mund të jesh hajdut, gjen formën, i transferon nga Shqipëria apo nga çdo vend tjetër i botës, i transferon në Zvicër apo në vende të tjera dhe aty shkon si milioner, shkon si njeri i preferuar i sistemit. Pra gjërat kanë ndryshuar dhe kjo tregon degenerimin fatal të kapitalizmit. Dhe pak a shumë kjo është me sa duket motivimi ose motivi objektivi final i shoqërisë dhe kohës në të cilën ne jetojmë. Blerja e njeriut, blerja e mendimit dhe bërja e tij për vete thjesht nëpërmjet duke i afruar një lloj punësimi ose një lloj të ardhure të cilën ai nuk e kishte më përpara. Dhe pak a shumë tërë ato raste që kemi thënë ose që i din të gjithë me një fjalë, paraja është ose ana ekonomike është motori i këtyre transformimeve pa identitet. Dhe duhet i shtojmë dhe një gjë tjetër. Shqipëria ishte i vetmi vend në Ballkan, mbase në botë, që shkatroi totalisht fen ose mendimin, traditën e akumuluar për shekuj me radhë, ciladdo lloj feje qoftë ajo, kishte një strukturë të organizuar, pavarësisht stadit të organizimit, po aty ishte lidhja me shoqërinë, lidhja me pjesëtar të tjerë të grupit e të tjera. Pa rrafshimi i këtyre lidhjeve, feja opium për popujt e tjera, pikërisht dalim ajo mungesa e debatit. Baza natyrale, baza kulturore, njerëzore, traditës akumuluar për shekuj dhe u fshi dhe u vendos Petra kjo ideologjia e zbrazëtisë, shqiptaria, që është një asgjë. Në kjo është gjëja që njerëzit nuk arrin dot të dalin nga kjo fuqësi, thonë neve thotë jemi për shqiptarinë, po shqiptaria s'është asgjë. Çfarë është shqiptaria? S'kemi dëgjuar në italianiteti, franceziteti. Thonë gjithë me vazhdon viva la nazione, rock nazione, to nacionalizmi do zhvilluar. Po jo deri aty, sa ti tani thuash feja shqiptare, shqiptaria, baza jemi shqiptar. Nuk mund të jesh baza është kulturore. Baza është një bazë historike e akumuluar eksperjencash të ndryshme që pavarësisht nga gjuha që ke folur, nuk ke folur çdo gjuhë ti, po çfarë eksperjencash ke akumuluar si popull që ti i fshin për një ditë pastaj. Dhe i vret e eliminohen këta duke futur se bëj një video sot Petra në lidhje me këtë. Dhe mendo, ti fut kulturën pluraliste në Shqipëri, kur kultura pluraliste në Shqipëri ka qenë që s'ka ekzistuar fare, ti e fut për një ditë, dhe thua në vitin 90 do bëjmë pluralizmin, po pluralizmi s'ka ekzistuar kurrë. Ose në Kosovë, aty e krijon shtetin për një ditë. Dhe i thua tani kemi parlamentin, kemi gjykatën, e çfarë do bëj? Gjykata do të vejë hekur atë fosin burg, se gjë do bëj. Edhe pluralizmi në Shqipëri 1921 dhe 22, 2 vjet ka patur çik pluralizëm në ato kohë dhe s'ke patur asnjë fare. Tani pluralizmi politik, e kishim mësuar në përmendësh aty në shkolla, dhe pluralizmi politik, pa ditur fare çfarë është. Çfarë? Bëjmë partit i pamtir, nuk i prej Sali Berisha. U futën marionetat, u futën këto kukullat, siç është dhe shteti funksionit me buratin, po partit janë në kuptimin e vërtet, gjitha të bëra nga financa, nga shërbimet sekrete, kujtu nga gjithë, ku ti ke aty atë magazin, dhe do seleksionosh do futesh sa njerëz aty pas. Për këta njerëz të organizatë që të diskutojnë me një tjetrin, por kjo parti që imponon njerëzve se çfarë do bëjnë aty. Po, Vladimir, unë dua ta mbyllim këtu me fjalë, është një temë shumë interesante, shumë e gjerë, dua të them edhe përfundimisht që unë bashkohem me mendimin tënd, ashtu siç e thatë me fjalë që krijimi këtyre fenomeneve nacionaliste boshe me fjalë, krijimi i figurave Nën Tereza, Skënderbeu, Shqiponja janë fragmente të parëndësishme në një histori të një populli që pretendon se është populli më i vjetër në Ballkan. Pra, këto janë disa momente të
të manipuluara, të silla nga motive politike kryesisht sesa motive reale. Me fjalë dhe këto parafime në fakt nuk kontribuojnë në zhvillimin e mendimit intelektual. Natyrisht krijojnë ato fenomenet me patriotizëm i cili ndryshon bazuar kush do të jetë mbikëqyrësi i Shqipërisë. Do me thënë, kur ishin rusët ishte tjetërsoj, kur ishin otomatët ishte tjetër, kur ishin kinezët tjetërsoj, kur janë amerikanët tjetërsoj. Pra, mungesa e identitetit, natyrisht boshësia që krijon mungesa e identitetit do të mbushet me fenomene të tilla siç e kemi diskutuar edhe më përpara. Unë jam kundër dhe shpresoj që një ditë do të hapet një debat më serioz për të kuptuar pozicionin të cilën zë popullata shqiptare në Ballkan dhe si mund të bëhet që ekzistenca e kësaj popullate, e këtij shteti, e këtij po e quaj kombi, siç e parapërqejnë shqiptar, të bëhet një faktor i vërtet i rëndësishëm në shqiptar dhe mos kontrollohet nga dy të dërguar të Evropës apo të Amerikës, të cilët kanë më shumë fuqi se kryeministri i vendit, se gjithë organet e tjera legjislative dhe ekzekutive në Shqipëri. Ma merr mendja që, ose shpresoj më saktë, që të krijohet një klasë më progresive, më tolerante përkundrejt mendimit dhe pranimit të mendimit ndryshëm. Ky është mendimi im. Petra, mendoj që dhe mund të aprofundojmë për sot videon, si thua? Po. I përshëndesim gjithë njerëzit që na ndjekin, edhe takojmë, do të bisedojmë përsëri në video të ardhshme se kjo temë vërtet shumë e gjerë dhe ka nevojë për më shumë video vetëm për një. Një fundjavë të mbarë, mirë, Vladimir. Natën e mirë gjithë njerëzve atëherë, dëgjojmë video të ardhshme. Faleminderit Petra, mirupafshim. Mirupafshim.